antar të kryesisë dhe deputet që e shoqërojnë gjithnjë. Kemi kolegun Osman Stafa nëse na dëgjon, i cili do të na raportoj për lëvizjet që po ndodhin aty në selinë e Partisë Demokratike. Nuk e di nëse na dëgjon Osmani. Shohim lëvizje pritet vetëm nga momenti në moment tashmë. Dalja e kryeut Partisë Demokratike, madje edhe njerëzit janë duke u bërë gati, edhe shoqëruesit e zotit Berisha tashmë ndodhen tek hyrja pra kryesore e selisë Partisë Demokratike dhe pritet vetëm dalja e kryeut Partisë Demokratike së bashku me drejtues të tjerë të kësaj force politike, të cilët pra do të nisin marshimin drejt kryeministrisë, ku do të nisë 6-ta protestë e Partisë Demokratike, e cila kërkon ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, qeverinë teknike. Kujtojmë se protestat, të paktën 4 protestat Partisë Demokratike janë zhvilluar përpara kryeministrisë, pra ka pasur përplasje aty, të cilat më pas kanë devijuar tek Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ndërkohë 2 protestat e fundit janë zhvilluar dhe kanë nisur nga kryeministria, të paktën në protestën e fundit dhe protesta ditët e sotme, pra do të jenë këto 2 protesta të cilat pra pritet të jenë ndryshe, duke qenë se do të jenë protesta të cilat lëvizin nëpër Tiranë. Të paktën kjo është ajo se çfarë pritet të ndodhi në sotme, sikundër është një formë e re e protestës që po përdor Partia Demokratike. Kemi parë protesta të shumta gjatë këtyre viteve, pra nga 2013 e këndej të Partisë Demokratike, të cilat kanë qenë të vendosura përpara kryeministrisë, por që në këtë protestë, sikundër protestën e fundit, kemi parë që Partia Demokratike ka zgjedhur marshim protesta duke lëvizur nëpër rrugët e Tiranës. Në protestën e fundit pati edhe hedhje të molotovëve gjatë rrugtimit të tyre, si nëpër kosha mbeturinash, por edhe në hapësira të tjera. Nuk pati themi hedhje molotovëve në drejtim të punojësve të policisë, përveç se rastit kur pati një lloj përballje në zonën e bllokut, ku policia ndërhyri pas molotovëve të hedhur në vilën e ish diktatorit Enver Hoxha, dhe në atë moment pati themi një lloj përballje ku policia hodhi gaz lotësiellës dhe ujë për të shpërndarë protestuesit, dhe këta të fundit u përgjigjen me molotov. Do të shikojmë ditën e sotme çfarë pritet të ndodhë, ndërkohë që përsëri janë flamurit kombëtar. Ditën e sotme është dhe flamuri i Gjermanisë, në protestën e fundit ka qenë flamuri amerikan. Pati një lloj skenari në protestën e fundit ku kërkua që protestuesit të ndjekin flamurit të cilët prinin protestën. Pra ishte shenja identifikuese flamurit kombëtar, të cilët do duhet të ndiqeshin nga protestuesit për të kuptuar se nga ku drejtohen, pra nga ku do duhet të drejtoheshin protestuesit, pra për të vijuar dhe për të ndjekur dhe për të qenë të bashkuar. Ndoshta do të kemi të njëjtën gjë edhe ditën e sotme, do të jemi këtu për ta ndjekur dhe për ta parë, por duket se gjithçka tashmë është gati për daljen e drejtuesve të Partisë Demokratike për të nisur kjo protestë e 6 e Partisë Demokratike. Dhe ajo çfarë mbetet e sigurt se nuk do të jetë fundi nga paralajmërimet që kanë bërë pra drejtuesit e Partisë Demokratike. Është perceptimi im apo ka vonesë, sepse jemi 31 minuta më vonë nga orari zyrtar i lajmëruar nga ana e Partisë Demokratike. Ka ndonjë arsye, keni informacion apo është e zakonshme kjo të presin një herë që të grumbullohen qytetarët dhe pastaj del zoti Berisha për t'u bashkuar? Kjo është klevi, pra pritet që qytetarët të grumbullohen për t'u dhënë kohë, duke qenë se Partia Demokratike është në komunikim me të gjithë kryetarët e degëve, me drejtuesit e Partisë Demokratike në rrethe, dhe pritet grumbullimi i tyre përpara kryeministrisë, më pas del kreu i Partisë Demokratike, shoqërohet nga drejtuesit kryesor, deputet apo edhe antarët kryesisë apo këshillit kombëtar, dhe së bashku me protestuesit, mbështetësit e kësaj force politike, të cilët ndodhen në borrin e Partisë Demokratike, nisen drejt kryeministrisë. Pra është normale, kjo vonesë ka ndodhur edhe në protestat e tjera, 20-30 minuta gati, ka pasur vonesë, pra u lihet kohë demokratëve, mbështetësve të kësaj force politike për të mbledhur përpara kryeministrisë apo edhe në oborrin e Partisë Demokratike, nga ku më pas nis edhe marshimi drejt kryeministrisë. Sot i është lënë edhe më shumë kohë, 33 minuta, ka kaluar 30 minuta, por gjithsesi presim dhe të shohim se kur do të dalë zoti Berisha, ndërkohë duket i konsoliduar grupi i protestuesve në pamjen që kemi nga bulevardi. Faleminderit Osman për raportimin, do të kemi komunikime të tjera në vijim.
Nuk e di nëse mund kemi komunikimin pas pak minutash me kolegun Renaldo Saliani për të parë nëse po vinë më qytetar prej veriut të Tiranës, nga sheshi Skënderbej, nga nisja e bulevardit për t'ju bashkuar protestës. Shohim që pak lëvizje ka, madje 2 qytetarë që po largohen, po janë kalimtar, besoj, sepse besoj të janë protestues këta që shihni në ekran. Ndërkohë, siç e shihni, ka një grup konsiderueshëm qytetarësh të cilët janë bashkuar protestës, presin që të dalë zoti Berisha dhe t'i bashkohen që prej kryqëzimit të Ish Hotel Dajtit për t'i bashkuar në pas në drejtim të kryeministrisë. Kujtojmë që ditën e dieshme ndërkohë, Partia Socialiste me kreun e saj, zotin Edi Rama, patën një mbledhje të grupit në Gjirin e Lalzit, ku u caktuan dhe u rikonfirmuan disa prej tyre drejtuesit politik të qarqeve. Zonja Belinda Balluku, e cila ndaj së cilës është kërkuar nga SPAK masa e arrestit, është rikonfirmuar në qarkun e Fierit. Kjo dhe shumë arsye tjera janë ato që sipas Partisë Demokratike shteti ka rënë, arsye thelbësore që shteti nuk mund të konsiderohet më i tillë, pasi është bërë mburoj për zonjën Balluku. Kështu tha dhe më herët edhe zoti Këlliçi, i cili deklaroi për kolegun Osman Stafas se aksioni opozitar duhet të intensifikohet pasi asgjë nuk ka më kuptim dhe shteti nuk mund të konsiderohet më i tillë, duke u bërë një mburoj për individ të korruptuar, tha zoti Këlliçi. Pritet që protesta e sotme sipas tij të zgjasë edhe më shumë dhe patjetër që do të zgjasë më shumë nëse nis më vonë, dhe pritet që gjithashtu të ketë intensifikim të aksionit opozitar. Shohim po del zoti Berisha nga selia e Partisë Demokratike bashkë me mbështetësit, do t'i bashkohet qytetarët cilët e presin në bulevard. Ora është 18:35 minuta. Shoqërohet në nën kryetari zoti Boçi, gjithashtu në sekretari i përgjithshëm zoti Noka, nga deputet të tjerë të Partisë Demokratike. Shohim që është pritur nga qytetar të shumë të mbështetës, si zakonisht në ambientet e selisë së Partisë Demokratike. Do t'i bashkohet tani protestuesve të cilët e presin që prej ambienteve jashtë selisë Partisë Demokratike deri në bulevard dhe jashtë kryeministrisë. Zotin Berisha po e ndjek gjithashtu kolegu Osman Stafa, i cili po ndjek dhe marshimin e zotit Berisha. Ndërkohë shohim edhe lëvizjet në bulevard të qytetarëve, të cilët kanë marrë vesh me sa duket edhe nisjen e protestës, që shënjohet nga nisja e zotit Berisha nga selia e Partisë Demokratike. Osman, duket se ka nisur protesta. Po, zyrtarisht Klevi, nis protesta e 6 e Partisë Demokratike me Sali Berishën dhe deputetët e tjerë të kësaj force politike së bashku me mbështetësit e tyre, të cilët tashmë janë nisur për në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku aty ndodhen edhe protestuesit e tjerë, të cilët pra kanë mbërritur për të mbështetur këtë protestë të radhës të thirrur nga opozita shqiptare. Pra është një protestë e cila kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe vjen në një kohë kur ishin deputetët e Partisë Socialiste me vendim të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të diktuar nga kryeministri Edi Rama për të votuar kundër SPAK-ut, kundër kërkesës së tyre pra të drejtësisë, e cila kërkonte heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, pra ish zëvendës kryeministre e Shqipërisë, tashmë deputete në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe do të shikojmë ditën e sotme se cili do të jetë reagimi, sako është deklaruar nga Partia Demokratike se reagimi do të jetë i fuqishëm në një kohë kur tashmë Edi Rama ka dalë kundër drejtësisë, është duke hedhur poshtë me votë vendimet dhe kërkesat e prokurorisë së posaçme, e për këtë arsye do të marrë edhe përgjigjen e merituar. Kjo të paktën sipas deklaratave publike që kanë bërë vetë kryeju i Partisë Demokratike, por edhe deputetë të tjerë të kësaj force politike. Pra është duke vijuar marshimi, pra përgjatë rrugës e cila të nxjerr tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, e mandej për të drejtuar drejt kryeministrisë. Është kjo forma e protestës ditën e sotme, ku nuk do të ketë fjalime, nuk ka podium,
por do të ketë reagime. Vetë zoti Këlliçi e tha se qytetarët kërkojnë të mos ketë më fjalime, të mos ketë më podiume, por të ketë reagim ndaj asaj që konsiderojnë si qeveria më e korruptuar, si narkoregjimi drejtuar prej kryeministrit Edi Rama. Kërkojmë ndërheqjen e tij, është e 6-ta protestë, e theksuam dhe presim se çfarë do të prodhojë ditën e sotme, sikundër edhe skenarin e kësaj proteste. Dua t'i rikthem edhe një herë një elementi që ti evidentove më herët, për flamujt e protestës ditës sotme. Unë arrit të shkruaj vetëm 3, flamurin e Partisë Demokratike, flamurin gjerman dhe flamurin shqiptar. Nuk më kishte bërë, nuk e kisha parë ndonjëherë kështu protestën e opozitës, me këta 3 flamuj dominonin edhe ngjyra e bardhë dhe e kuqe me yje e flamurit amerikan. Në mos gaboj, ka flamuj të tjerë aty apo vetëm këto janë sot? Është edhe flamuri i Bashkimit Evropian, pra është flamuri gjerman, si dhe flamurit kombëtar të Shqipërisë. E theksova që në protestën e kaluar shërbyen për të drejtuar protestuesit në për gjithë itinerarin që ndoqi protesta e opozitës. Do të shikojmë ditën e sotme nëse do të ndiqet apo jo njëjti skenar, por me shumë mundësi po, duke qenë se do të jetë një marshim protestë dhe do të jetë një rrugë e cila gati në 50% është përshkruar në protestën e fundit, por do të ketë edhe rrugë të reja të cilat do të përshkruhen këtë herë nga Partia Demokratike, nga pra drejtuesit e kësaj force politike, të cilët pra kanë vendosur që edhe këtë protesta kenë marshim protestë. E po ashtu do të ndjekim edhe nëse gjatë rrugtimit që do të bëhet, do të hedhen apo jo molotov në drejtim të institucioneve, në drejtim të hapësirave publike apo koshave të plerave, sikundër ndodhi edhe në protestën e fundit. Do të jemi pra moment pas momentin e News 24, ekipet cilat janë në terren për të ndjekur çdo gjë çfarë ndodh në protestën e 6 të opozitës shqiptare, të Partisë Demokratike, ndërkohë që vetëm për pak vendosemi dhe do të gjendemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku aty ndodhen edhe protestues të tjerë, të cilët pra kanë mbritur nga rrethet e partisë, pra nga rrethet, nga degët të cilat janë pra pjesë Partisë Demokratike, në thuajse në gjithë Shqipërinë, e nga ku pritet të marrë rrugë edhe protesta e 6.